Përshëndetje gjithëve, faleminderit shumë që keni marrë pjesë në këtë takim me qytetar. Është takimi 6 mujor, është obligativ, për ndryshe unë e maj takime me qytetar, takime të rregullta mujore që i pres. Le po ju thamë të drejtën, më thanë të azjotarë, mos të merë shokë se të prejmen që si këmë pas qytetarë, tash dikush dënë ka punë individuale, nuk është problem, po kemi pas sikurja 3-4 qytetarës me që i këmë pas prej mëngjesit. Ndryshe komunikoj për vjetë edhe në soaza ditore dhe për mes të rrjeteve sociale, mundohemi me kanë hapër qytetarëve, me i marë halët e tyne, jo të gjitha mundu me i zhjithë, sepse jetë është me halët ka për ditë kërkesa nevoja. Për që ju falenderoj juve që jeni pjesë marrës këtu, bashkë me mu janë edhe drejtore të qeverisë komunale, që për ndonjë pyetje eventuale që unë nuk mundem me jap për përgjigje kemi edhe këta. Ky është raporti, do më thonë, takimin 6 mujor që marrë prej 1 janarit të këtij viti deri në qershor, në të gjitha drejtoritë, mu ju raportoj çka kemi punuar, çka kemi me të papunuar, arsye pse kemi ngjitur pa i kryer disa projekte. Nuk po du me fillu me njëherë me ankesa, po unë do t'ju referoj çka është punuar sipas drejtorive. Tu fillu me drejtorinë e arsimit, tash veç po përfundon në shkollor. Për këtë vit na i kemi nda 14 bursa për studentët bush për jasë për me studiu jashtë vendit në Universitetin e Mbretërisë së Bashkuar. Kemi organizu garat e turistë në shkollat e ushtrisë, rregullimin e fushave sportive në gjimnaz, rregullimin e fushave sportive në shkollën e mesme të Ulët. Punë ma shumë kemi pas të drejtoria shërbime publike, sepse janë shërbimet të qytetarëve, do të thonë që për të kemi kërkesa, për shërbime kemi kërkesa për sjellës në disa fshatra, kërkesa për kanalizim, kërkesa për rregullim të rrugëve. Jemi të punu në drejtim, ka ende punë edhe pse kemi punu jashtëzakonisht shumë. Jemi duke rregulluar parkun e qytetit, sigurisht veç që e keni pak i zvarrit të punimet për shkak të kësaj kontratës kolektive që tashmë veç që janë me vijeni edhe qytetarët. Du me ju tregu që prej vitit 2022 deri në këtë vit për kontratën kolektive je paguar 13.553.000 euro, që është një shumë e madhe e pare, sepse na për një vit e kena buxhetin për investime kapitale, për një vit e kemi buxhetin 5.032.000 euro, 5.500.000 euro që ato sillet prej vitit vet. Të shërbimet publike janë duke u rregulluar dhe vigu që lidh shëtitorën në Zëmeri me pjesën e shëtitorës tjetër, edhe ndërtimi i vigut Novolanit në Vatmet, se vaton ndërtu vetëm një pjesë vigut Novolanit, patën me transore, mungesë të mjeteve tash po kompletohet edhe e pjesë. Është një vig që shfrytëzohet prej banorëve të Atakullit në drejtim të ushtrisë dhe anasjefras. Kemi punu në rekonstruim në rrugës Shot Galica, Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, Valqizeka, edhe disa rrugë në përfshatra, zgjerimin e rrugëve dhe të parkingjeve, zgjerimin e ndryshimit publik në fshatin Sparaqaq, Bukosha, Kastriq, Samadrez, Zhirivut, Pesto, Studime, për me Shtetariz, Bilanc, zgjerimi i rrit të ujësirës në fshatrat Dubos, Galic, Beqiq, ende nuk është shohur, ka metë edhe pak punë për me e shohur atje. Shtrirja e vypit të ujësirësit në drejtim të fshatrave Sparaqaq, Samadrez, Ropice, Stanos, Grac, është projekti i madh që kemi filluar përmes të bazeneve, është edhe duke u punuar në bazenin akumulues. Të drejtoria urbanizmit dhe mbrojtjes së mjedisit është punu në renovimin e banesave kolektive që na i quajnë banesat e bardha, po nuk janë vetëm banesat e bardha, janë edhe disa banesa, do të thonë
në këtë pjesën e qytetit nga ora e Egrit kanë qenë në gjendje shumë të dëmtuar ato banesa dhe në të vërtetë banorët kanë pasur një jetë të vështirë. I kemi rregullu goxha mirë, jemi në fazën finale të finalizimit të këtyre banesave. Janë duke vazhduar punimet edhe në sheshin Adem Jashari, edhe këtu jemi vënuar në shesh, sepse kemi pas një kry punimet më herët. Arsye pse nuk kemi kry punimet është nuk kemi pas parën e paguar punën që ka po operatori, edhe është në zgjat afatin e kontratës. Pra kur fare arsye tjetër nuk ka pas të vazhdimit të punimeve, po është ofruar edhe kjo pjesë me u përfunduar. Nuk kam pas dëshirë që pikërisht kur vinë bashkëgazetarët, kur ka floks të madh me pas punim me ato, po kjo është arsyeja. Është ndërtuar nefti shkollës, ose më mirë në thonë shkollë e re, ne u bërë në shkollës Mustafa Hari, na ka merr tash vetëm edhe një trafo, për shkak se kushtet teknike të kecit nuk na kanë leju me lidh rrymen në shkollën e vjetër, por na kanë qitë kusht për me e vendosur një trafo të re edhe me filluar. Besoj që me një shtator ato do të hyjnë nxënësat në atë shkollë, se do të përfundojnë punimet. Ka përfunduar asfaltimin në rrugën Drenica veç e Blede. Është një rrugë që ka zgjidhur problemin shumë të asfaltisë të Artakollit edhe të anës së Qyqavicës. Është punuar mirë, janë bjellë edhe drojt dekorativ, vazhdimisht bëhet ujitje e drojve nga kompania, edhe ka letu qarkullimin edhe të automjeteve, po edhe për kapsuar tash prej asaj pjese. Janë duke vazhduar punimet në rrugën Vushtre-Skoçne, asfaltimi i rrugës, edhe ajo është një projekt që edhe pse nuk ka popullat për momentin ka shumë pak, po është shumë e rëndësishme për zhvillimin e agroturizmit, se veç ka filluar tash në kthyer bizneset në atë pjesë. Po vazhdon punën e realizimit të projektit rrethoja Çelikut të ura e Sirnicës, edhe këtë projekt e kemi projektuar. Edhe kjo ka pas më kry më herët, po ka pas një ngesë tjetër e pas kemi filluar me punuar. Një rëndësi veçantë i kushtohet përmirësimit të furnizimit me ujë të pishur në pjesën perëndimore të qytetit përmes aktivizimit të pompave. Kemi gjithë përgja shumë pompa, këto pompa do të jenë aktive derisa të ndërtohen bazenet. Projekti i madh ka më ndërtuar një bazen në Slatin, një bazen ka më ndërtuar në Pisa Mandrez Dikon, po duke 3 bazene e vetë për me furnizuar pjesën atë pjesën e dorë të fshatrave. Në zonat rurale, komuna është në fazën përgatitore të asfaltimit rrugëve lokale në gjitha fshatrat, në asfaltuar një numër shumë i madh të rrugëve lokale, na kanë mbetë edhe do rrugë që është përgatit traseja për asfaltim, sidomos të fillu prej fshatrave Stanov, i ullë, është rruga në lagjen e Muhaxherëve, ka qenë shumë e ngushtë ajo rrugë, është zgjeruar, por ka mbetë vetëm shpresa e asfaltit, mandej na ka mbetë edhe rruga Lumall Stanov-Siull, me e asfaltuar. Kemi asfaltuar një numër bukur të madh të rrugisave në fshatin Novolan, këtë pjesën ka monitoria. Jemi duke zgjeruar rrugët kryesore edhe ato. Mandej e kemi zgjeruar rrugën Dibranimeri në Pantin, është zgjeruar në mirëkuptim me qytetarë, kanë shumë prona, pra nuk ka pas problem, ka qenë një rrugë shumë e ngushtë 3 metra, tash është zgjeruar rruga u bë dikon është planifiku 5 metra asfaltimi edhe 1 metër është bankina dikon 6 metra. Edhe ajo fritet me u asfaltua shpejt, edhe rrugët e tjera në për lokalitete, pra që janë përgatit edhe në Slatin, edhe në Dobërluk, edhe në për fshatra tjera, po besoj që prej javës tashme operatorët veç fillojnë me i asfaltuar.
ka pas një zhargitje të asfaltimit për shkak edhe të krizës që ndodhi luftrave të lindjeve mesme, se u rrit çmimi i naftës shumë edhe u rrit çmimi i bituminit edhe kompani gati sa më shpërishë shkak për toke. E kemi është punu edhe në tregun e Gjelbër, tash ka me rregullu vetëm edhe hyrjen e tregut Gjelbër, por besojmë që shpejt ka me u finalizu edhe tregu Gjelbër edhe me u tshu në funksion. Po rrugën Bekim Berisha është punu edhe rrugën Bekim Berisha është po zgjerimi, kjo rruga Mbegaj që është. Kemi lidhë me autostradë nalë. Jënë ty shumë mure, ku ka pas uzurpime, unë i falenderoj gjithë ata qytetarë që me vërtet ka të regu mirë kuptim. Tash kanë me u thy edhe disa mure në prek pronat private, po jemi në fazën e elaborimit të shpërnësimit, se ato do të në paguhet, do të thonë qa prek e pronat private do të në paguhet, po me gjithë atërë po mos një arteri shumë e mirë, që e lidh një pjesë të qytetit me autostradën. Në kam me shumë keq rruga që dikur ishte rrugë regionale, do me thonë rruga magistrale që lidhet prej autostradës të Nadakosi përmes qytetit Vështërisë deri në Smrokonic. Është prunë e Ministrisë të infrastrukturës, është në menaxhimin e Ministrisë, na kemi bo kërkesë që disa herë, madje kërkesën e fundit kemi bo para 2 ditë për me na dhënë në pronësi dhe menaxhim, sepse më të vërtetë ka ndodhur disa aksidente shumë trauma, nuk po them që ka qenë pikërisht fajtor semaforat, po dhe semaforat nuk janë të funksionuar. E kemi kërkuar në menaxhim, ka mbete pashtruar edhe një pjesë e rrugës vetëm është gëry. Po i kemi shpresë asfaltit prej rrethit të Monës deri në autostradë. Në moment që në erë na do t'i përkushtohëm, kemi planifikuar që në vend ku janë semaforat me barra trotullime, se janë ma praktike dhe janë ma funksionale. Sa i përket drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim është punu vite me radhë, po edhe këtë vit është punu në pastrimin e lumeve, është punu shumë në pastrimin e lumeve, në hapjen e rrugëve. Tash kanë fillu me hap disa rrugë me parandalu zjarret se ka nevojë, do të thonë me hap disa rrugë për disa male që vepojnë me hyjë cisterna. Jenë menaxhuar shumë mirë vështrimet që i patën në fillim të këtij viti, patë të rreshura të rëmbyshme dhe Vështëria për mos me ditu tash punën e dorë ka qenë histori e suksesi deri sa komunat e tjera ka mësuar prej vështrimeve. Është bërë vlerësimi i dameve të ekonomive familjare kemi përcjellë për ministri edhe presur tash me ndihmën e familjeve. Te drejtoria për bujqësi, edhe pse kemi pas mungesë shumë të madhe të mjeteve dhe nuk kemi mujt këtë vit me shpallë konkurs për me plej as makineri, as sera, po ju kemi paguar 50% do me thonë ujitje në këtyre tokave që janë në sistemin e ujitjes, këtyre bujqëve. Kemi hapë disa rrugë, kemi shtruar në zhavor disa rrugë të arave që janë të domosdoshme, i kemi edhe disa kërkesa në disa fshatra për me shtruar rrugë të arave, se tash veç është sezoni i kohë shirjeve. Drejtoria bujqësisë vazhdimisht ka marrë takime me qytetarë, kemi marrë takime me gjitha kategoritë në blektor, biletar, bujqës, edhe është në fazë të realizore të kohë shirjeve, i ka bote gjitha përgatitje, drejtori bujqësisë ka qenë vazhdimisht në teren edhe me bujqët edhe na ka informu për çdo detaj, kështu që jemi të përgatitur edhe për fazën e kohë shirjeve. Kemi pasur bashkëpunim me JATK-n, disa projekte, trajnime të ndryshme, përgatitje profesionale të bujqëve fermerë. Të drejtoria për inspektime, po ashtu
i punët e përditshme, ka punu shumë, sidomos në qito prunat e uzurpime që kanë qenë në rënimet e mureve. Jemi duke, gjithçka është në menaxhim, në kontroll në kuotet e kësaj drejtorie, edhe pse kemi pas bukur vështirësi, sidomos me shitësit që kanë shqitë, qoftë druvet që keme feja, qoftë shpendve atje, kemi marrë vendim që druvet edhe shpendet të dalin e tregën bukur, se tash që ky segmenti i rrugës Dërnica që kemi zgjeruar, e kemi asfaltuar, është i përgatitur, nuk ka met prej qytetit Voshtrisë për 5 minuta mundën me shku deri në tregë aty lart, mirë që me marrë qytetin më pastër. Pa kemi probleme këta shqetësit që kemi këtu të shtëpia kulturës, po tash ju bëhet vendin shpejt në tregën e Gjembrit edhe kjo pjesë do të pastrohet. Te drejtoria administratës janë të kryer shërbimet e mira, shërbimet janë të digitalizuar. Centrat e shërbimit për qytetarë ka ofruar gjithsej 9.533 shërbime për qytetarë, sektori i higjienës civile ka ofruar 39.744 dokumente për qytetarë. Nuk u pasur asnjë ankesë për qytetarëve sa i përket këtyre shërbimeve. Se zakonisht qytetarët bojnë ankesa për shkruajnë edhe mund drejt për drejt për secilën drejtori, pra di sa ku kemi qajluar, po këtu nuk ka pas. E kemi edhe drejtorinë për diasporë. Tash drejtori ka pas disa takime, disa vizita, i bo përgatitjet edhe për pritjen e diasporës. Zakonisht Voshtria ka ofruar shërbime për diasporë në administrat edhe ditëve të shtuna, mirë që me pas të mundur ata me kry punë, se dini se dikush vjen për një audit e dikush për 10 ditë, me pas sa ma ofër tyre, edhe organizime të tjera, me thonë në si që është festivali i diasporës në bashkëpunim me drejtorinë e kulturës janë të përgatitura. Sa i përket drejtorisë e kulturës ka pas shumë aktivitete kulturi, një dhe sport. Kemi pas shumë konferenca shkencore ndërkombëtare, Voshtria është një qytet i vetëm që organizon konferenca shkencore, tash jemi organizuar deri tash konferenca shkencore ndërkombëtare me tema të ndryshme në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, ku kanë marrë pjesë shumë studiues nga gjitha trojet shqiptare, mandej jenë organizuar koncerte, jenë organizuar manifestime madhështore, por sidomos për ditën e çlirimit. Ideja ka qenë që ajo ditë me reflektue të gjeneratat e reja, me nxënës të shkollave, veç kemi mujtë me përcjellë edhe përmes rrjeteve sociale. Ka numër shumë më të aktiviteteve, nuk kisha dashur me i përmend të gjitha, ka një sepse do t'i lo kuën disponim edhe juve me i bo pyetjet edhe i shpresh shqetësimet e juve. Sa i përket sporteve, klubi i futbollit ka arrit me hyrje në Super League, nuk e kena gjendjen e mirë financiare me klub, po ju tregoj drejtën atë. Kemi gjetë sponsori, ka disa të lashe, po jemi përpjekur që me bo zgjedhje edhe për ta. Ka filluar ndërtimi i stadionit të ri të futbollit. Edhe na jena përgatit një stadion alternative me fushat e developës, në mënyrë që mos më dalë aktivitetet. Paka shumë janë këto punë dhe aktivitetet që i kemi punu në këtë 6 mujor bashkë me qeverinë komunale. Unë edhe ju falenderoj juve që jeni pjesëmarrës këtu dhe pa humbur për kohë, ju edhe një kisha kalu juve për me dëgjuar hallet edhe shqetësimet e juve. Faleminderit. Ju lutem secili na prezantohet në mënyrë që të me rjetë kjo botin qëzimja, po? Në regull. Po që kemi një
një qytetar, mandej. Përshëndetje kryetar. Shuhem Fajt Morina, vinë nga diaspora. Kemi një problem më të madh në kanalizimin. Si pasoj që 3 vjetë, për mos me qitë në rrugë kryesore që vazhdon punëtin Oslan, kanë qitë në veturinat e banorëve në Nipare, Muzafer Morinës. E dyta pikë është në rrymë telefon. Në rëmënan, në metër e gjys e kaptelin, pronarë që bënon tohën bëjësore. Isha lypë mirë kuptim, ose të vini ta shqyqoni, e të mbanoni e punë ose një tonë sot që të marrë për të diaspore, kanë ikë të dojtë prej ermat që s'kanë mujtë, o që ndërru më shpetë. Nuk kam e toni, jo pushim vjetorë, jo në ashtë me kësinet në ikë për garantuar punës. Kështu që një përshabon lutje, në mirë kuptim, marë, në shqyqu gjendë në me mbaru punë. Që falem të rej. Faleminderit shumë, Faik, edhe mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë. A vazhdojnë me pyetje të i përgjigjëm, të i majmë shëllime të i përgjigjëm në drejtorat, të majmë shëllime për se cilën fush, dhe se vesh. Po, e kemi Mirë dita të nderuar, që s'manë të të bimë. Ato e qo mikrofonin, një është ma mirë Haxhi edhe nga prezentohesh. Se unë jam ish minatori të repsis për dikal të njibë, ish pjesëmarrës i greves, me 17 në ndërë të atëtetën, 52 km, ko ka të dëshmi, i kom në dhejsh minator, sen pa dëshmi nuk du me ju rajtë. Dhe që prezentohë shkaku edhe i përses dhe bolit edhe i këtyne. Shumë Hajrula Alili. Hajrula Alili, po. Ish minatori të atëtetës të atënotës. Në të 2 vjetë më njërë. Që një fotografi si minator që ku përnu 22 vjetë më njërë. Me 16 në ndërë të 88-ën, zëtër kryetar, ti ke po këtë, ti ku ka dhëtë një të rjerë, këna pas të vim në funit, nashë në Trepqe, kur këna marrë vendim me 17 në ndërë, me shku Prishtinë kom për zgjedhjen e problemeve të Republikës të atëherë shtetit të në Kosovë. Atëherë nuk kemi konë as të një, as për PDK-n, as për LDK-n, as për AK-n, as për Nismën, as për drejt në të birë. Jënë konë për qitë popull. Kështu që qëri minator ka dalin për minjere, që i ku më dhejë qënë si kryesus, ju nuk të në kërë qënë, se këto kam në botë, këtu. Qërë këtë Milošev ka shkemi ko, ka qenë Kolshiro, ka në Gjavit Limone, Ali Shukija, aji, zdi që shtirë të jënë, shumë njerës kanë qenë në këtu, që në kanë për cilë zë që e Kosova Tronsit. Që tu është Gazimestan, në përtizën aty, kryet kolonët që në konën e qërë, se si speciale shkive ku posë automatin e ty në gjëks. A ka bërë në unë që e shkejt këtë e ka thejtë citë në shqiptarën falë një shpreje, që ma garanta që ku posë jetën e sigurët, në gjotë e di. Qërë mirë. Këtu kam grejë më në minjerë, fotografi, që edhe këtu. I kam në trakat, të gjizunë në CD. Këtu për të turave shkive, me atë me gjithë alinë e tërstenës, qërë ku e më në këtu, që i kom posë. Ka gjatë e ka pru shkjetë. Kur s'na kanë leju me shku në haqë në atë ku, unë 3.000 marka. I kom marrë i kom qënë lidhë demokratike, se në Gjoca, Barije, Sponza, një të labuq s'kanë qenë, i kom në para armatim për ushtinë që një do të Kosovë, që ku kom e dimin.
Gjatë luftës shtëpia jeme ka punu, kam vendimin për Nën Tereze, në Çkefnim ato dhe mjeku ka punu mas dite, që në dëshmi, me vullë, me këtë komplet. Kështë qëtë këpëva ka qenë, atë edhe në 50 tonë, që nuk dele vërtetu në do përgjësi. Ju lutëm që këtu gazimestan ka gjithë. Edhe po pos një halë, kryetari e desh. Edhe sopi, në Vajgjana Kidjolit, është që 3-4 vjetë në Gjermani. Edhe me tha një Kidjolit, tha liat i koni 21 vjetë për dy. Tha e me orë me të morë, tha në Gjermani, tha në punë, tha në kitë garantune. 1.600 euro të e këtë rrugë. Tha jo, tha sa të kam gjyshin gjodhë dhe leo kanë gjodhë të në për këtu ta, se shek. Jo morë të kryetari këm kalëzue, që ku të ka. Që më të përmit vite dhe hetë. Sot njërë, tha s'ka problem. Une aj djolim ka mirë, ka koqinë. Qirë ti kanë shkoj mirë. Shumë në halë janë për tjetë, ku ka dhësë të totën për çka qyrë, tjetë desë për du mund të publi, ka marë sot për herë të fundit. Edhe një për ju të rgaj, që ku përjetu si fëmijë ka të në Bozlan shonë bajgjus. Një kushëri bëgë zotër kryetar, po thëmë zotëri se zotë se mritëm, në thëmë zotëri se vjallin kur të mire kumlona të janë me dekë për këtë vend, edhe sot 80 vjetë i kam komentim. Edhe isha të ilu më shefta si fëmijë, më rasi më shema dhe pjesë dhe që i diske kere drunë të njërë. Hini në unë e vetë natë e 60 me lenicës së kohë. Si që o ka dalë në më hodë me njësë, a unë jetë ljakë të tëmë. I thaj, djoli soj. Oj në të po e. E goditë tha, ama të gëmnishë sa tha një kerë, tha si të kry, tha komë të vje, djoli i por dimi. Më i ljuke, unë isha të mije, në dishe mirë. Tha që sa vjetë, tha me furë, ke me beshte, me gërshak, tha ku tjerë, e s'ka mu ljuke me bo dimi. Tha fjallë tua, tha si falë shpreje. Tha s'gore ka uqje që në jetë zove. Edhe qashtu. Edhe në sëtë për morë për herë të fundit. Publikisht për të rëgaj. Një për taku me djallë të unë. Qështë një ta e këmë taku ta djallë, së për emocionës për më të unë. Lutë në duke qenë. Mos ki më popë. Sartë në kone në dere dhe. S'ko në vëjtë. Për qëka qështë? Bëhet jova. Jo të gjithë, që të më pësu djallë. Kuj ke pësu që ta që përin ka 3-4 në hybje. Atë të atë për tatime të atë ku përbonë. Djallë më pësu punë. Nash lejën e ko, nash kënë mes me ko, ka koqitë. Besën Allah e të ta mund, s'kemi mund sa ku veç në gjyqë. E atë ta në të këqyme. A unë, atë kush qysh benë, kjo punë ka më marë fërë, marë rengë, më musko. E dhe informi që a ka dhënë qytetë. 3 ditë mi ka dhënë fatë. Sot që që po që të drukë. Jo me bëgë në operacion peqë tullë, mësë përshqitë se më vjeketë, që një mu e gjysë, peqë tullë të dere, ka jo me operacion. Në falë se për mësë më rajtë që këtë e shëni vetë. Bujtë që këmirë në burgjët sërbisë, se mi burgosën politikë, lutë nga mësë më dëtëra me hi, me këtë, se kam i dëshmi, s'po kam që e marrë dhe i tu e keqja. Pra, lutë nga këtë problemë më atë gjithë. Haxhi, faleminderit shumë. Dëgjoj. Ja, 100 letë më dëgju, mos ku flanë dëgjoj, ditën e mirë bohrit, dhe të lëjë të atit, veç elhamdulillah që që të i kam, të vje e sope që dikush i me ldohë. Faleminderit shumë. Smoj se kam kohën një më pa qef, me në zikomorë, me kërë erda në unë atje, ta jo tha se ka debat në qytetara e zëtëria e djallit, s'pash kam të kjenë kohë që ka që këpërë, unë e ka të në vërë, pasha me këtë me din, që shumë ka debat me qytetara kërë së kohë. E që atë vetë vërtetën. Kush a ka dikush tjetër? Po që se Smaj, vetë të bëjë.
e familjes katore vjen, ai mua ka qenë regjistra në më ka thonë, ki drejt domin e luftës. Veç pak se nuk e kuptova pikën shumë. Ki drejt në domin e luftës. Unë për lufte, po kësori francezën ka vinë. Insa, atë këmë... Falë që që kjerni? Unë e kam në Zyka Shaboni. Zyna Shaboni? Po, Zyka Shaboni që e kam përletën e... Po jeton? Po, që të lëneshtë. Në rrugë Shëtërgarica. Unë ka thonë kje drejt me lyp, ai që ka registru që tash 2 jetë, kje drejt me lyp domin e luftës, atë edhe shifrën e foreve, mi ka kalzu njëri. Unë e ju marrë shtu të tim që 2 muaj jam smut, me qika vlen, jam smut, të janë 2-4, atje 3-4, ku për në ti, kur të keni do. Kur të keni morë parasysh obstalut, vjetë që sëtë, këmë sirë, edhe në telefon më kanë përgjit, hajlor kanë Alloj, veç edhe në shpesë as me ju prandaj. Se për në qytet dhe për në zyre, as vjollë nuk bëhet. Nuk ka qytetore kam shtu në shumë grenari. E në shpe hajdo jo. Se për në qytet... Ju të këthy me luftë. Ju të këthy me luftë, pe këllionë në studive si jëm enë, mo me thmi, me 7 fmi, unë e kum ditë burë në marë që kum të pëndurë. Veç trupi jam e din, kur derën e komunë, vështresat, kërfarë, nuk kum ka vëndimë, veç këfëri francesë. Këfëri nete. Qa ki nevojë motër? Unë kom nevoj qatë domin tean, që është që tu, në komunë t'juve, kam nevoj qatë uma që tu pe ju të lypit thean. Halakati e është gjitha të kemi gjithë, edhe shumën e atyne domit tean, që ka guvë gjotë, të nga metë pas një, e gjotë i komor e ju ndonë, këllon të shëdime, të shumë e dinit burë. Në plumat shkire i tonë. Se të shafu një shki në gëjbudet, se te dens, pasha zët i kështë e morë parasysh, po me lehë. Apo jam në shqiptore e thjesht, të një të tene, asë të ndojë kërë. Bëne ju me e sot që asë ndukoj asë që me vjetjo. E sot i këmë shetë që shky këmë orë që të më kanë qurë, di, jam ga unë e kisë domin e luqë që të në komunë. E kur të më kemi morë parasysh. O kur një është kuve, kur pyve në orë që të një nuk e morë për të mirave, po një morë dhe si një plokë e thjesht, o një morë dhe një veç më një dhe të, tja për se që morë. Ato për type hajde maron shpi, aso këm s'po lype, san, pe kështë ku s'këm lype, het, kur këm po që vërë, tuare atje, pe lype se kër lype kuve, ju mi në shëtër, Falënderë shumë, e kam fjallë kërkesën. A shojmë tjetëri, se që ke mandi dollë të të. Se edhe si nuk jem bashkane, edhe asë kur të në shpite se të në shumari. Gjithë praneshme të jam razë më të surë, një të shkollë të rëzdejt, lagja të surë. Kërë një që jam kjesë, më në mënë se dërgjës, sot edhe më thonë, pasi që ka përfonë në të grenë, më thonë ajë lagja të është të vetë në pa të analizerë më thonë lagja të surë. Edhe kjesën tjetër e kam, që sot buhet më thonë që e shkollë që funksionë aty të në rëzdejt, shmisë në rast të funksionë komplet stafën e mësim vasa. Shtatë komendalisht temë dhe më thonë më ngjesë simbolse dhe më thonë për ciklin e lartë që është dhe më thonë historisë. Shtatë ndodhë shpesh herë i marrë më ku edhe për në simbolse atjerë dhe më thonë që e ka një punën a e shku për edhe më ku dësur që e shku për edhe tyne, pa të me rësit dhe më thonë si në konventuës. Dhe më thonë edhe këtu këmë qërë fatin me ditë pak ku është problem. Edhe në kjesë ose në kjesë e drejtë është aja rrugë për të si është një vërnicës dhe e shalës që ushtru një herë, zdi ore në muna, herë asore në bukur, kemë problemet më me to s'ka gruba, sa problemet të në kuën dhe më thonë me kjerë të mjeshtë të korinat e mekanikot. Shqiptu dhe më thonë janë ankesat e mirë predatorit, dhe më thonë ma veçantë ose ma predatorit është e që kanalizim s'kemë se so kuët dhe më thonë në kuën vim, si vjetë, po aje fundë më në realizohet praktik. Kjerë dhe më thonë është kërkesa e më thonë. Falëndesh. Përshëndetje, jam Adil Jusufi, është Emrit? Adil Adil. me A.
Banoj në Gojbul, për që më thash rruga që zema dhejnë. Kam pas një problem në rrugë, për shkak se është dëmtu shumë, është një rrugë rrët 400 metra. Po thash për mu kjo rrugë ka me problemi rrugës ka me çështje dytësore, parësore janë se si bëhen kërkesë. Unë kam mundu që mund është marrë në administrator dhe me bëhen një kërkesë, dhe pastaj dikush merret më aty. Me 8 maj 2025 e kam bëhen një kërkesë ku ka kërkuar që merret dikush të shah rrugë. Dhe më kanë thonë që afati është dhe me 7 qershor, që dikush në kanë një përgjigje, ose refuzohet për një arsye të caktuar ose një rrugë. Unë kam prit një muj dhe kam marrë në korrek, me 18 korrek, dhe kam pyet sa është merr dikush më aty. Më kanë thonë që çështja është e hapën, as nuk i refuzojmë, as nuk i meratëm, as nuk e ka këshirë kërkosh kërkesën. E kam bën një ankesë në asaj kërkese, me 18 korrek. Edhe ankesa e kishte njëtin më fat kohë gjatës 30 ditor, domethënë deri në 19 gusht. Kam marrë ta në fund gushtit dhe kam pyet prapë. Dhe më ka thonë që as kërkesa, as ankesa nuk është shqyrtu, as nuk i refuzim, as nuk i meratëm. Pastaj kam bën një ankesë në lidhje me ankesën. Domethënë ankesa e parë ka lidhje në lidhje me kërkesën, ankesa e dytë ka qenë lidhje me ankesën. Edhe i pas ke bërë kërvojt avokatit të vëllai. Falenderoj ty për zamërsisht se je shumë një me jafër njësëtar, o që dita dje kur tira në telefon me në më tha dhe nesë, djetë telefonu. A i zëtë një më falë se anë më të tarë. Për e se qërëva rasën, tha të në telefon, ke në tjë telefon kërëtore, se këmë di që është ka shletë. Për të falenderoj. Nëjse, gjatë që dy në mujve, janë konë e 3-4 herë drejtërisë e Rrugëve Publike, se e më shkumë kanë thonë që janë të, e kuptoj që i kanë punë shumë të. Këtë muj qershor, në 24 qershor, jam falë 24 qershor, jo, po në 12 qershor, jam morë prapë dhe këmë thonë që është puna që soj kërkesës dhe 2 ankesave të mija të vitit kalun, e këshyën atë në administrator, por që di, tha po del e miratuar. E miratuar, auto ka regullu rruga, tha është rruga së regullu, po së më ka njëftu kërkosh. Shka tha ndërtërishë në Rrugëve Publike dhe këshyrë që ka ndodhër. Kur shka e atje, atë det apet ishen ka në të. Nuk dita ka në shku tjetër e posh një zyre ligjore, kemë numër 33 mëndurë. Pina ato, ishin ka në 2 vojza. Edhe pse tha nuk është raste jonë, njëna për tyne duljarë dhe telefonoj dikën për Rrugëve Publike. Vaj për 3 minuta rritjen morë prej terenit në komunë. Një gjalli gjatë këmë këtë janë. Po më thasë që në status shku në miratuar për shkak se ka kalu një vetë që nuk e ka shqyrtu kërkosh. Dhe sistemi, në momente që të kalon një vetë, ka shqyrtu kërkosh, dele miratuar, por nuk është miratuar. Rejva, bani në përgjigje me shkem, tha po të vina në përgjigje me shkem, javë në ashtë. Edhe vjen përgjigja me shkem në 24 qershor, 2026, dhe më dhëmë vjen. Dhe në përgjigje me shkem thuhet që kërkesa juaj është planuar. Nga erësht më thanë që nuk është planuar për sistemi. Por për shkak të mungesës së fundeve, për shkak kontratës kolektive që e kuptojnë në këtë rast, po sikur që kisha marrë këtë përgjigje vitin e kaluar nuk isha problem. Edhe çka mu më bën më nervikoz dhe në orë sot, edhe me thënë telefon, është fjalia e fundit, paragrafi i fundit, për thotë me datën 19 qershor ju keni kërkuar sqarim shtesë. Unë asnjëherë nuk kam kërkuar sqarim shtesë. Unë nuk kam marrë kurrë sqarim. Sqarim shtesë është kur ne marrim një sqarim, do tani kërkoj sqarim shtesë. Edhe unë kërkoj përgjigje për juve, nëse ka mundësi më ndonjë dikush sot ose edhe nesër, si është mundur si bëhet një kërkesë, një qytetar i ushtrisë si mund të bëjë një kërkesë, pavarësisht çfarë halli ka, vjen administrator, e bën një kërkesë ose një ankesë, afatin e kozgjatës e kishit bëjë, nuk e di që është kjo për këtë komunë, po kjo është rregullore ose juve ose shtetit. Nëse nuk mundi me këy për 30 ditë, dhe kjo zgjat 13 muaj, atëherë të shkruhet që është 13 muaj përgjigje. Po 13 muaj zgjasë që kish më sim përgjigje si për kish si mos i shohë, sa herë prapë si vjen, edhe kërkoj. Problemi i rrugës për mua është dësore, ta? Për mua është parsore që nesër ose mas nesër, kur janë një qytetar e vështrës komunë, edhe bën një kërkesë më shkem, që ajo kërkesë të analizohet, dhe të kthehet si refuzuar me këto arsye, pi kuptojnë arsye, ose e miratuar, për shkak se kërkesa është me kaq, s'kam shumë. Faleminderit shumë. A kem të tjerë? Që këtita i brojnë të e të
Ramadan Asufi. Ramadan. Mjalic. Në fshatin Mjalic, vitin e kalum, kanalizimi është krym krejt fshatin, përveç disa shpina kanë nga. Një logja është Nasufi që ke logja jonë, pos një shpi e ka të krym tjera. Unë e kom qitë bile deri në stëm të rrugës, tash po dhe në asfalt, kanalizimi, kënë inspektor, me banë në 2 letra, thash ka atë kom komunë pëse s'ta kanë rrisë kanalizimi. Era në komunë, për që ma lasani shpërgjes, ata, tha jo, tha u kryo, vitin e kalum kesh, më tha s'ka problem, krejt kom u kryo, ti tha mos u mërzit, se më thaj, po më krysi, s'kom cera, tha ma shumë. Thasha, me shkuni bleje, thash që t'i blejvile, se shtanë të rrugës nuk leta shtu, në sarë. Tha ti bon qka duesh, tha me t'i bles, mor, jo vërë cera, me thonë blej, po më kryo punën, t'i gjithi qitë cera, se disa janë, atë një 70 metra janë. Nga unë vlo, po pjesa tjetër nuk është aty, ka një 100 metra gati. O shpia e eme, ku niset, jenë 3 djemë të lasnime, 3 shpi, edhe një 3 koshere, pas për 8 shpive, lagje, një shpi është e krymi, tjerë tja, këja dite e që mole u arsituat të thonë, jo na vese një drejtimi e bojna për cilë shpia njës në pitë fare, me e fa njës për shpis porë, thash type një shaurë heq me të anku, sa unë e jam, po se ke njës e ke lonë, thash, a u kry qaj, e duhet me bo vetë atë kanalizimin, a vazhdo në e këmë. A boni numër telefonit, Ramadan? Po, 045, 202, 390. Mas e fillova me i donë përgjigje në fund pedava dhe tamën që mos të bojnë për jashtime, se nështë ma mirë pas ka qenë se cilit një përgjigjen, po ta i ma kishën dalë pe sala i shmet sala atate, po kam se me i patë e tanë. Shkojmë, Brahim? Përshëndetje kryetar, unë quhem Brahim Manovi nga fshati Dubës, kryetari bashkisë lokale i 4 fshatra, Beqish, Galis, Dubës, Tarash. Me qenë se me të vërtet keni punuar bukur mirë, se kam qenë tash në perëndim sa kohë kam po, kështu që vështria me të vërtet po lulzon, pa marrë parasysh. Kemi kërkesa të vogla, ankesa mirë, po besoj edhe shpresoj me kohën, me gjithë stafin që e keni, gjitha do të përfundojnë. Ne kemi një kërkesë shumë vogël, kemi rrymen, rrjetin e rrymës shumë dop. Edhe kemi një kërkesë ka mëshme për një rrugis vogël, një lagje Manovi, e cila që 22 vjetë gjithmonë është premtu, por nuk mund të thëmë që është harru, por nuk është ndërtu, nuk është punuar. Kisha shpresu që në këtë vit, nëse është mundësia, të punuat në drejtim me qenë se fshati Dubës, Galis, Beqish po bëshatiset, pas lufte ka qenë numri më i vogël në këtë lagje me 7 shtëpi. Kurse sot është numri më i madh i krejt bashkisë lokale në këtë lagje. Kisha poshtë dëshirë në rregulloni atë rrugë, sepse po tentojnë edhe po punojnë që të jesim aty dem baba dem, e mos të shpërngulemi të gjithë. Faleminderit. Shpresoj që më kupton. Faleminderit shumë. Kanë e pato? Po? Shëndetje, doktor. Në shkurt pak. Po. Veç na prezentosh. Ilme Muljo, Gushtre. Qeni me a? Po. Po? I morë ta pas 6 muve për të pengesa. 2 herë kam një shpit, më dugoj edhe shpit. Plus është edhe unë vetë ku më rregullu një fabire se bash para meje që aty.
unë e kom dërguar kom qitë qynet, unë dëmtu, kom qitë kocka, unë dëmtu, po dëmë nga my. Në cilën rrugë? Në kom të gërvalla të gjamia atë. Edhe kom bash, të e kom që kom incizu, për këtu, bash rrugën të e kom i marrë 2-3 herë, ti më dhe premtime, po gja shumë i dhe sylla, që të ajë, ti që më thajë, s'ka problem, ti vetë e thire, më thire, 4-5 herë i kom, s'ka problem, edhe që edhe këtu bash të shpia jam, që atë buigun kjerë, Të lugishtë është ato bira të konsumë, ku mush me qymet në herë, 2-3 herë me kocka, shumë i gratë. Nëse ditë në është 2 herë më në shpejt herë. Dhe të dërë në mytë se për shumë i gratë me shpejt, kur po thejnë që ato i gratë. Të në ikë i birave, tash një pengjes që aty, tash një që aty një më nalë, fakt s'ko pengjes aty, tjetër s'ko përshë. Faleminderit shumë i vetë. Në kusht tjetër, a kemi edhe në pyetje prej qytetarëve, prej tjerëve. Po, a ne? Përshëndetje kryetar, drejtora pranishëm, unë jam Agni Medenica, prej rrugës 22 Vojën Vushtre. Kryetar vjet, në qësi kohë, ke pas diskutu punën në shtëpisë të Kahimonit ku është bo masakra, dhe shpo ta qef me ditë ku kanë shku vdek, ku kanë shku punët, çka tu bo për punën e tjetërsimit, marrjes të pronës dhe shtëpisë aty ku bo masakra. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dikush tjetër, a kemi? Përshëndetje, që i gale la Pashtica. Ma kemë problem për një shpronësim të mullirit. Qysh në vitet ma të hershme kanë marë, një dugoj e kemi në tash për mullirin po pagujmë. Tatim, kurse për dugojnë të cilin është prone jonja, nëmën të prindit nuk po pagujmë. Unë kisha pas dëshirë që ta pagujmë atë dugojnë të legalizot nëmën tonë, edhe mullirin lete hjekje. Unë edhe një herë kom qenë, 2-3 herë kom kërku me bisedu që një vjet është kjo problem. A do të lutem veç me ditë çka po kërkon ti? Unë po kërkoj që tatimin mos të paguajnë për mullirin, ajo është shpronësu, ku është unaza, te Uragburit. Apo t'jen men? Po. Unë edhe dugojën që tu e kanë mundësu për me marë 87 metra katror, mullirin e kanë marë 13 metra katror dugojën. E tash unë për dugojë nuk është nëmën tona, e kem dokumentin, po në katashtë nuk po figura. Unë që ato po du që na ta pagujnë qatë pronën të cilin e kemi, e ju ato që E kjo, po, faleminderit shumë. ju e dini këtë problem. Faleminderit. Qysh prej vitit kalun, unë e po duna me pagu. Ajo që s'osht e jamja, që është shpronësu, dikur ka qetë, po tash jo. E tash du që ajo që është prona jame, na ta pagujmë tatimi. Edhe tatimi po vjen valla se di qysh. Po pagujmë deri në 0 kur po vjen prap. Borç keni. Faleminderit shumë, zonja i Valle. Që tash sa ti Unë kom qenë edhe te do pyetje Sojana dhe drejtori, po, ajo kjo ka thonë që bohët, ama unë e po duna me A pagu. kemi edhe diçka tjetër? Apo ato ta kemi zyre me ty? Tjetër sen. Na, tjetër sakt. Që përsheshin këm prit prej me gjesit qytetarë në zyre. Faleminderit. Çuve mëna duni o, për shumë të sa më dresë. Kryetore, vetë mja lojtë e jona nuk ka ndryshe. Lojgja e Alitovit.
Problemi ka qenë se për pora shtyllat kanë qenë drunit edhe për ara ku të t'jene tash është po rjeti. është kryer rjeti normal edhe besoj që tash ka qenë nevojshme se këtë të qenë mundësi. Faleminderit Vetëm shumë. kaq, po gjithë. Po. Dikush tjetër a kemë në ai? Po zgjedhje kryetar Smora. Spekulatë. Morinës. Vaj? Jo kena me talon dhe ta thonë përgjigjen herë, ti është puti ta shkreti çaj kishte lënë vetëm mu këto. Ajo është bashkë me atë çaj, sot po. Përdorim dorën tonë. Po. A ka dhe në pyetje? Nëse nuk ka atëherë po ju kthejmë përgjigjeve, apo? Faleminderit shumë, edhe në herë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen edhe për këtu shqetësime që i keni, që unë ja arsyetoj plotësisht, veç nuk e arsyetoj një punë. Se kur po vlerësojna, ja po vlerësojna me dhej që jam me zero. Do me thonë këtu nota tjera, po na isni prej sistemit. Pra nuk është edhe krejt keq, nuk është edhe krejt mirë. Është punu shumë. Është punu shumë. Veçanërisht këto mundën me vrejt kur t'vin diaspora. Se e bojnë krahasimin malet, qysh e kanon kur t'vin, qysh është. Por tash po ju kthejna se cilës përgjigje veç e veç. Fajk Morina ke ki hallën e kanalizimit. Edhe të rrymës. Për kanalizim na kemi mendue se këta pojtojnë ta të shërbime publike kolektorin kryesor, po në përthamë që ato i bledhësin kryesor. Dhe me thonë prej pikave matë nalta edhe me të buta në shi edhe të tanardeg. E kemi kontraten për kanalizime, po edhe ato qatë moment ku s'kena pas pare me paguë, o do është operatori me stagnuë. Tash nëse ka drejtori shërbimeve publike, saksisht për që flagjen e mërin, nëse jo i flagjen e mërin dhe nga krashtisa, po? Po mi ambulon, sot e di që ato të pangina nga kena gjithi kanalizim të se rato konë shumë kjeshu konë qështja kanalizime, po, e soj përket qështjes të rrymës, unë e kom ngrit shpesher këtë shqetëse, po rrymën e ka keci. Keci ka, edhe pse ka keci, unë besën e asë një minut nuk kom qëndru një kërkes që më ka arë për qytetarve me nere kom ngrit si shqetësim. Edhe keci janë të ndru këtë rjetin elektrik tash përgjesin shtyllat betonit. Ato që kom kërku në tash këtë vetë prej kecit, ju kom thonë që asë një planifikim mos e bëni pa unë me bisedu me komunën që me i harmonizu edhe na. Me i harmonizu se na kam vetë do shatra shumë të popullume me rjetë shumë datum elektrik. Edhe ka njerë ju teket aty në veç kur të pash që kanë fillu me në qitë shtylla elektrike që nashta dhe pritet për atë punë. Drejtor nëse kije rrët që ati kanalizimin që i parashtojnë, ha? Jo, dhe këtheja përgjigjen këtina se tash po... Ta tërsoj, nëse është fjolla për kanalizimin, mi të më thonë ambulantën, plantin, mi ma hollë Marina s'ka pos kanalizim heq. E këna morë, e këna tërgu të më thonë dhe kolektor në rejtë, që kolektori kryesor e kemë në një dëmtim të cepi rrugës nëse ka fjollën për shëta. A e dëmtimin e nuk më në përru se jena të më thonë pasër me kontrol kanalizimit për shkak borqe që i kemë dhe operatorit për shkak kontrolës këtë ekipë. Po është e vetën tu nëse të laushën mundësin e portë dore me vetën. Ndërë shumë vetëm problemi që trika të jedhemi para një viti të në qenjote, kërëtojnë atë jo. Para një viti besaj një vetë në vitë gjysë o kry hija, pi shpia vë të kushëreve tu dhe në rejkë, se s'ka posë heqë në të zeshë. A e të basëria kry, që e do në Morina që dhe. A e po të bëjmë në reka të Morina, kjo rrugë në kryesore. Kjo rrugë kryesore kena të defekt, kena pasër që. Po shtërësim shamurse, dhe shumë që kanarës të në fushë, kështë do në rrugë. Are pare. Dhe s'ka punë ato, një metrë e salti për një gjyrë besu. Se s'ka pare.
Po ma kesh e kesës kryetar që shala e dinë se është Krishijoni. Po. U kalon vjetë të Edimir, Po vjetë zjarë kombitera. Perume, Shkëndia, era e fort, do më thonë shtëpia Basrisë dhe shumë shemet e këtë të avion, këshin të du në kollë shumica shtëpia ato, në Lozë. Po, sa do me boma fotografim, me dore kapa të në rrimës. Që janë normalja. Normalet më letë tash edhe javë të deklarohë dhe iki, po më jesën lipat e vaznia për në tjetër. Rregullohet ajo. Faleminderit. Rregullohet. Faleminderit shumë. E kam një përgjigje edhe pse personi dul, Haxhia, unë po ju tregoj juve, se po du gjithë çka me thonë e hapur, shikoni, as të njën nuk jemi pa vrejtje, veç po ju thamë në përgjithësi të lutë. Nuk e di, dikun tjetër e kanë qytetarët numrin personal telefonit qytetarit komunës me thirrë, kur të do. Une nuk vi as në 10, as në 11 në punë. Une vi në 8 në punë. Edhe shpesh e do takimet me qytetarë kër unë shkruj, për pos takimeve që i kam 3 votaf, i tham hajde, as një qytetarë nuk i kthej. Edhe në qytet kër unë nalin, për një punë nalna. Komujt edhe me harun në herë, mos me ju përgjizdi. Se është numër shumë i marrë, edhe dhe të ja u kthej edhe mesazha, ja u kthej. Pra më nuhën me konë shumë korrekt, punë tonë dhe s'mu ju kryj. Rastin që po përmen, mu po vjen mirë që është fajit në cilin shteti e mirë, se kemi edhe bashkëdhetarë. Une nuk ka vend të Evropës që nuk kam qenë për vizitë studimore edhe një mirë sistemin Gjerman që shi përgatitin zanatli për të punës, edhe Zvistran, edhe Finlandez, edhe ju mënu me po të shka për që të rini këto. Kur një, si kur thot dikush që të punsoj. Une ju kum pague zanatën qendrën Gjermane trajnimeve Mitrovic, kush ka dash me shku ka pas pa pare. Qëllimi jam është me i bëk të 3 gjallnika. Jo me i bo lejtare kulira. U ju tham hapa, as nuk e kum lidh kur me vot. Ju kum thot kur mos unë qitë një vot për qatë punë. Unë i kam konceptet e mija që është i qas në trive. Kanë kry, ja ka ko hajtë. Dikun për 1.000 vetë, i kena pagu vetëm programim. Sot, punojnë për kompanit jashtme edhe morën rroga, si kur me konë, si pa ime që punojnë në Gjermani. Programerat punojnë për kompanit jashtme. Nëse mendojnë që komuna mund ha vendet punës, unë për ju thamë nuk ka mundësi. Qito vene janë në arsim, në shëndetësi, në administratë, po, unë nuk du me po një 3 rojtarë, se rruga është shumë e ojtë, që ta që më 400 euro rruga, tonë ditën ka më nejtë që ato, që ka me po, a unë me bleba njës me atë rrugë. Pra nëjë qëllimi është me bu diçka tjetër, a ka mësi, ka shumë mësi. Edhe i kumë të regu edhe këtina, i kumë tonë, ta djalli është të rritë, ta shqevrët që i mërë një zanat, ta në që i ndihmujnë, a fillon dhe gjallënën diçka, jo në nuk të du ashtu, po s'kam të shkej. Thonë, nuk ka vend për qasti shgjenimi. E kemi këtë Që do thjerë. luken për besë, për domet luftës që edhe familjet në kanë shkuar. Në di që ka plot që këto që kanë pronë familje, kanë në djegun shkrum me shkrum, që ajo periudhe mas luftës që ka në kanë ndihmuar. Njeri jo ka drejtu që të, e jo t'ja me thonë që t'ki e stërë, e jam ja ashtë në orë. Po, tama që ashtu, veç unë nuk kam qef me të thonë, po, kena me bund diçka, që t'ka la vlak, e kur të vishë t'i vetën, të nëshë me thonë, jo, ato nuk ka mundësi. Unë po të rëgjoj që nuk ka kërgjë prej asociacionës se nuk ka pas as shteti program, as komuna program, as kanë kalu 27 vjetë. Po, 27 vjetë ka kalu edhe e rriti mas 23 vjetë, se të përën ati. Po, edhe në mas 27 vjetë, nuk po pa veç e rastër e gjallë, Gazmen. të divet.
Edhe mos merri parasysh telefonin. Gazmend e di halën e jo se në pyra taku edhe kështu edhe në qytet edhe me sot i ju jeni të sot një 4-5 shtëpia, po? Në një 10 shtëpia është tash kryetar. Se tash e shtu. Po se për i kondi ere për kanalizimu ka sotën e pavapur. Se po, je kondo familjar që në fatë në tonë një ultimatum të asisë në gjithë kanalizimin sa kena në dojnë qytet. Ja, unë ju kom prezent në takilë. E që ju pa ta thonë në thashe pas i do menë në dojnë qytet të marrë në pojnë mu. Realisht ajo është se da këtë të banu atje, po... Jo, realisht se po du pak me bo bisedën të aman kështu, mos me konë shumë protokollore, atu ka qenë një vit ko gjerë gjatë. Se është dikun për 1-2 kilometra nëse s'ka bajt. Edhe atëherë ju pa ta thonë se shiko tash për shkakun se ky temorim të lypë që është shumë shkurt ai tjetri, edhe këtë qëllimi ka qenë se s'ka mund me ardh rani hala se na në projekti tjena komplet me përfunduar infrastrukturën e kanalizimit. More për një shtëpi me quhe. Nuk po t'i rriti pritje tash me thonë gazmen që mas pari të marrën tonën, po në po thonë që në harres nuk është. Soj për këtë që soj dytës, për besë nuk e kunditën e që jenë metë, u dosh më shkru një mesazh bre, edhe ti me thonë. Po, për në më shumë vërtet që ashtu, po, e më posë... Se jo është të dhepshme me metë. Para 6 vjetë sa po, para 6 vjetë e tepër, më posë rast dhe më një morë dhe i mungu drejtori karsimit për që qashtje. Ka mungu dëmë si nga sa mi mungu dhe më thonë një shkollës, edhe asë më tepër ciklit, da dhe mos, është 5-5 dhe 9-ës. Gazmen, se nuk përgjigjen drejtora, adres jam une konsideroj që drejtora të në ljullë dhe lira jo po. Se e është puna me leta, dhe është të mera doshta. Vesh pak të përgjigjen dhe dash e kameratën nuk përgjigjen. Edhe po që atë rrungë drejtore, që e diskutu me së majerët. Po që është e kam në projekt, po e di, është nëse une tjetërin e kemi regullu qeshmen, e kemi regullu nga pedalin atu, po një veni mirë. Beso që qëre edhe njëre për ju thamë, që të pare që i ka morë kontrata kolektive, besoni që nga kanë damtu shumë, po nuk jena dërzuar. Se qajo ka pas me kone kryme qajo rrugë, se tash po flasëm haftas, nëse dikush ka pas qep me kry që ato rrugë para zjedhe dhe me ju konë bone. Se isha dalë mirë të qytetarë, qëre ku bo këto, po nuk kena më bëllë. Pra është pyetje se me vërtet nga morën shumë pare. Shumë nga morën pare, edhe nuk kemi mujtë, po ajo është në se s'kemi qare, unë e vishpesh, se jo dini që unë në teren, ditë që ka do zotin në një fshat dikun jam. Ja shkoj një vizit ku bëhet një projekt, ja shkoj një ngushëllim familjar, ja diçka, po me ne nuk rritë, në thonë jam plotësisht informuar, mos tam në lagje, po për me fshatra gjithsesi. Adel Jusufi? Po. Po. Me edhe me këtë rrugë. Jo, si të veç se po të jepi kina, po, shiko, tu tash e kina pak me tonë të drejten, është një problem. Se ne kena zgjedhë kryetar e bashkësisë fshatrave, që është Brahimi që paraqiti edhe këtë kërkesa, kur vinë për diçka kolektive, se këta e kena po për veç me pas komunikim ma të letë, se ti tash imagjino, nëse se cili qytetar, se na pranojna për qytetarëve kërkesa për shembull individuale, nuk ju ka kry një dokument që tu e ka një ankesë sane. Mirë po kur janë si kërkesa kolektive. Po sharuaja punë në administratë, jo në thonë që me në një mujtë kemi morë një përgjigje, refuzim ose pranim. E me kalu 13 mujtë. Jo, gabimi është këto, nuk po justifikoj. Se me nëve që kom në fajturë që më shku për mësë... Jo. Edhe diçka se për këtë rive, se është qështë tjetër tërë, të më përmen me trajnimin e ju, njënën e këna morë në kompani, ju e këni trajnu, sot e por rogën 4 shifrore netë. E mua me ona në mbjanë se të kujna, unë e punoj fushën ekonomi. Apo? Por kjo punë më ka brengos më shumë të që kjo fjallia fundës qarim shtesë. Unë nuk kam kërku qarim shtesë. Por posojna 13 muj me vazhdu, me kërkesën një, mos me marë përgjigjen, edhe pika tjetër që thash, i ka më shumë se 10 herë, që më shkun drejtorinë në shërinë publike dhe më ka thonë që janë teren.
Derisa shkova në zyrën ligjore, njëna për jetin kolegëve të ju. Dhe që do është një mesazh më mal shumë. Unë nuk e kam ditë kryetar që bën bashkështu se ka thënë ky falë kryetar, është apo? Po. Më tregoi thatë, "Merr numrin e telefonit bashkëi sa të ka shumë shtime ato." Ka orkestër Se po ta qit. Tra më të muj mos më mor kur përgjigje, në fund më thon salim shtesë. Kum lip salim, s'kum marr hando asnjë salim, atë marr salim shtesë. Po jo është ne, po. Mirë, faleminderit që e pranoj që foja, ne? Jo më pse po një asgjë. Po mirë do, më dhoni përgjigje, që foja të na, edhe jo më dhoni përgjigje që Zmod. Atë la vënë në shkurt. po fal, jeni në Benami. Po drejtori zëri. Se si më gjë me personalisht në gjë. Do të ndogët sa të na bëjmë. Jo s'ku mund me paku, se në konë e dëmë të. Nash të skulit të më herë, pas në shkurt. Atë na kërkesat kur të pranoj na, edhe me shkërkesat që lypin me dot teren. Për rrugën e ju, e di saktë që volën dy në teren. Për këtë pjesën e përgjigjese, kërkushtim perfekt. Të pranojmë gabimin, ka mujt çat për rrugës Mallpa. Buva në mëse e ku në shkru se ka shumë post, ose 20, ato s'ku di, e shasi procedurë që shka isë. Për rrugën e juve këna dollë, kënë dollë të nësë fogu. Jo, e dhe rrugën, të salim shtesë. Nësë është fjona për rrugën. Po e dhe rrugën se për rrugat dytësore për rrugës. Asko di rrugën. Për kërkesë, përgjigje dhe shtu. E gjamë, se sa i përket ato bëjbule s'ta shkoa në bëj infrastrukturë se pëllim që po ka dhe vizit në pëllote do jetojnë atje, do jemë të këto, besa të pak në ka flotin. Bëj me rrugë mo, anë po kërkesë si ke përgjigje salim shtesë. Mo s'kom kërku salim shtesë, s'kom morë salim. Nuk jesë të folë për rrugë. Se ta shku në telefonit ta me ki. Po qysh është puna, pyetje janë për është konkrete. Një qytetare vështës, nëse ka një hap, jeni po një ankesë këtu. Qysh është puna në morë përgjigje? So dhe këpër të gënë se së bëjmë përgjigje kërë. Po është ka po të gjithë gjurë si do të të bëjmë. Nëse së përgjigje në fatë të gjurë. Nëse së përgjigje ta fatë të gjurë e të kryetare. Këtu s'mu ka përgjigje, dhe taj një marë masat. Atë këshiu në shfarë masat, po, që të përdu mi ditën. Cëtë masa në merën dajës të rasti, 13 dujës për morë përgjigje. Cëtë masa ka mënë. Po ta është këtyrë më ligjit se ty bëse di për nashtë. Jo, survesh në kësha ditë me shkemu në këmborë në kërkesa të ta është po kërkojmë me ditë se atë masa ka mënë. Po ka masa do me thonë prej ndalesave që fillojnë, apo dhe, ndalesa se janë masa administrative, ndalesa në pak, vrejti me goj, vrejti me shkrim, pamundësi gradimit, janë të ta në këto. Kjo të përmare për që s'kotu që të punë, unë kam thonë shkërmedja. Nuk po du më shkërmedja se nuk po du me si komunë kesë. Po, kjo maj që asë nuk shkajra, por këtë punë asë nuk mund tjerë. Por në apet e kom bua ankesën, dhe në ankesë e kom kërkue, mu di se dhe të masa ka më ndërmarë. Pra pesha fatit 30 ditu. Ama edhe të isha numër e telefonit. O, është të më janë, është të pavojët këtë. Jo, e mua, po mua. 048 048 33 99 50. Faleminderit shumë. Nesë me dhe. E tash e kemi Ramadan Asufi, një anis të amora rrugën telefonit. Ramadan. Për në detaje, jallo pak fjallën drejtorit, ku në veç për duhet parim, qka kemi... Po si tas të ku përgjizë në të dhe. Për të qajnë të punu. Se... Kur e kemi nisë projektin për Mihaleq, projektin e kanalizimit, e kanë drejtu projektin, nuk e ti, a i përfshin që ajo drejtor Benjamin. Po kërtojnë sa që janë. Po. Sepse, unë kur pa që i ka pas defekte se i kanë shumë dikun pikat nalë, nuk i kanë shumë pikat ma të ka formulirë. Ato, pa ju fund edhe zyrtarit tem, edhe fund paj i një 2 vetë vetë me Haliqit që i kam me emën e mbjemën, por nuk po i thamë. Që i kanë drejtu projektin ashtu se nuk është dashtë ashtu më drejtuet. E unë e sekretarë komune, kur i mdale, këm pa që ka mujtë me kom pak ma ndryshe edhe ma letë. A është ashtu? Kjo është. Mirë po, kena më marë, ka më lirë kanalizimi, komplet. Nuk keni nevoj me dhonë pare të juve, asë kush, asë një qytetar, nuk ka nevoj me dhonë sepse ju i pagullin taksa. Qëtarë, mund është edhe ti me marrë numërin tëmë, për këtë punë edhe... E marrë numërin tëmë, po... Veç këtë shush ka... Veç është puna që... Kanalizimi është dhe rej asfaltit, tash po dhe në asfalt. Inspektorët milen 2 letra ndash po të bjerë. Që tash e kem drejtorin e shërbime publike. Kështë duaj pas një që që një
Sjaniti heqa atë se u konë edhe kom e dëshmitar Rahem Tahirin e Strëcit, so type në gjëftë aktonë i tha, e thjeve qema dhe që këtë njëri, kër e asimur atë, tha, të tha me lijet, tha me kryesorin që e ka, tha se na nisën për shpis parë. Cila tha shpia parë, cila shpia parë, tha se di, tha shimone, type në ke lijet. Eci, ta shëtë spiti basë. Numëri kryetar. Po, 044 509 633. Unë veç i numër ka mirë në 633. Ju përshëndes gjithë për neshme, Veç kur të flasë më trego me kanë se muna me të rrugë. Po bo. Për pyetje konkrete, tonë në takën mulisë e menager kontrolë, dhe ishtë në shërbu rosë. Në Mihajlit, që si dhe mos në Mihajlit që jemi përpik, mi kushtu në rëndësit më të madhe, se gjithë shonë ka posë të lëshë me linjët e kanalizimit anësorë, nuk e lëkojnë kërësorë. Në të është përkeqarë, është që kemi tentu me të përnuë dhe dhama të më të mire të mëshë që kemi pasë normal në kontakt me qytetarë martinisht. Qytetarë me planifiku vetë si lagje, ka me filluë dhe ka me vazhduë edhe diku në kyqe për me bo, për me konë mënësijas edhe vetë shërbimi sa ma funksional për me i përfshit të gjithë. Që mësë më mejtë asë me i pak nashës. Kemi filluë me lagje, me gjithë të lagje që në e përcim, kemi depërtuar. Terasë i komplet që është indëru me duhet me kondi me zëtash muna me gabuhën me zëtas me metra, se me metra sakse, për mund me kondi me 3-4 metra, eventualisht 50 metra që ka prune a vlapt e ka kolektorin kryesor që kemi dirë. Për këtë që me folë ka herë një duhet me ditë si qytetar që komuna nuk kryen kanalizime individuale, kanalizime personale për njerëz, për se cilë shpi ka e kanalizim. Është interesi i komunë dhe është obligim legjor që një vi e kanalizimit që për cilët mundësisht sa ma shumë ekonomi familjare më një më talë. Unë i kom pasë rast dhe më hanë që tëtë për shambull unë i kom duhet pasë kanalizimin taj. Ta është musë mjena shta me komunë që është përtojë. Të po për diri sa dikush, po përgjësine kontrolës e komunë, për diri sa o tha mëne duhe, atërën e preku kolete temë dhe është e me kolete temë, e që atër rejë gjëkë se du qështër. Por deri sa duhet me ardhë dhe investimi për i komune, atër na duhet veç i punë me bo. Me respektu ligjën dhe me kuj nevojë të shpëtarë. Nuk kemi kontrot, ose të pakte, une nuk me nga gjuha le asni kontrot me bo në bazë dashnisë që i vit njerëzve. Se është përgjësi ligjore. Jo të tonë radu një shpija tu, jo dhëtë me shkuve të ekshë me dhonë përgjësi për një qëtë dikujta. Kanalizimin ndërru me kije, pa të muna me gabu së të shifet në distancë që përmenë, e kije ka prore a vlatë dhe deri në dërë, deri në rejë. Ku ka më dhjetë qatë në kolektorin kryesore? Problemet e këshillakët, edhe të katë mundit dhe të sënjarë dhe vjerë kuj. Po të sënjarë dhe vjerë kuj. Ja, të pëndërhy, ke thonë nisëm pe shpisë parë, a ke thonë? Ja. Pe shkate kush? Jo, s'ku thonë. Jo, o gjatë njeri, ta bje. Kush? Ta, Po me rajnë të iri kena kërë për një dite. Jo. Po kanalizimi kryesë që ka ujë, që shtatë ujë. Thash, kur thash është shpia e me para, tjera nisen, qëve e. Kanalizimi u krye. Kanalizimi në kom qikë, kom thonë edhe atëherë, sëtë, ke thonë, kom u krye, e su krye unë u konë në rrugaja. Tash për derë se si jetë u konë dimi, ka po shumë treshna, a i për derë në asfalt. Qëre i kuj kom vjetat që ke inspekcioni ju, e s'mimore e që ditë të tha qëja se s'ta ka kry punë, tha. S'ta ka kry punë që ty tha për derë. Unë e letër dhe inspekcioni s'kuja me të bosë, nuk e gjënu në emën që majnë asonë, për gjënu në emën. Ramadani po tha qëja që majnë si se ka kry punë. E ti më thetash,
Pe aty shit për nisën edhe 3 shtëpia janë për funime ka 30 metra e mërë. A pek për më këthy të zonë duhet me dojnë në asat këtu, e me ka përqy shtëpia, e me dojnë që është e pa mund të me shku. A më pa nisë për mre, Unë me keqor, vjetë tonë. Ka analizim për se cilën shtëpi në kontrol që unë menager nuk bëhet. Se nuk ujën komuna ka analizimin individuale. Unë po thamë një, e kom shu delë në asfalt, për asfalt që të në 3 shtëpi të vllaznive, asë që si ke kërë. Nëse ka mosive s'më në me full të shumë në kohë që gjenë. Unë në rëshumë ke thonë vjetë, në të tërë në rëshumë ke thonë. Si vjetë për ndryshën, që para kryetorit po thonë nuk është bashkë ashtu. Ku mujtë edhe me thirë mjetët e informimit, edhe do të bëjë veç për hatër kryetorit i bëjnë e kumë bëjë. Se edhe një partitë demokratikë. Nuk ka të bëjë për investimin. Ja, po, shumë mirë ka të bëjë që shë se edhe, kom thonë, pe që ty shë me nisë, jo tash, pa o krysë se lo. Qemal, dhe gjom, të kuptu, krejt, shko merësh, del në teren, shko në këshyrë, që shë ka gjenit, analizimit, edhe mi do në di. Ka shko. Branjen, të te, po, qërtja rjetit, një pjesë e kanë regullu keci, një pjesë është me keq, unë e di që e kanë projektat pjesë. Rinta me modhe është që ato fshatra jenë boshatisë. Që ati ku kena që asfalt, jenë lërgu populata. E po tu du të ne është rrugë asfalt e një Jo, thashën e, që thash mas luftën e honë logja me rrugën. Që tash për që tash jena me modhe. Edhe asfalta të kënë premtu ato kena me kryje. Që me kryja të rrugë. Shumë premtimi ka për që. Qa patën tjetër në ty? Edhe për rry, shumë banderat e dërtë edhe në terë në mujtë. Kuna për cilë që të shqetësim të drejtori kjecit, besojnë të hangën ose të martën kam ta kemë në Prishtinë në drejtori të kjecit edhe... Se anë i kanë qurë dhe banderat betonet të nasë. Dojgjës Morina atje edhe kjumin për i kam të shenume edhe një kalablak në për fshatra. Hilve Mollako. Lëkë si shpajtuna me atë shqetësim. Kena pas, po të regoj drejt nuk këtë vetëm qajo, po ajo shumë e ndishme, e kemi bo që këtë një video, e kanë zonë dikush, rasisht këtë rrugën Lëni Sordulli që kena asfaltuar, mojtë siguroj që 150 në euro kontë të vëzë. Që ne ka grove bicikl, regullisht, jena mundu me po shtetë për bicikleta, trotore, dini që kena rënu muret e na kanë mirë kuptu qytetarë të bëhen mira jo rrugë. Qaj është pecis tolerohet? Kam pas me arë kompania me fillu pengesat, se drejtoria shërbime publike ka marrë detyrë me dorë me identifikue. Edhe ato, edhe në rrugën Marin Barleti, edhe në rrugën e Juve, edhe një kalablak do rrugë, one po du me besu që jo me nash me ka me arë kompania edhe urgentisht nga do të me qitë pengesa. O bo tepër, o bo problem shqesus për qytetarën po. One që shtu nuk u bo të vozit, edhe vetë voziti, one, jo, shpet, largasoj. Du me qëzu dhe dhe me qëzu qatë shumë që i groj për të thejë. Nuk e di shka është kjo punë, nuk e di shka është kjo punë, qëtëricije vozitjes, më dhe të du me kërë mëtjes në ropshit, rrugën asdo. Po këtheje qatë fortin e qatë po të regoj që nuk i kena lonë... Së ma lërgu ma në ato maknina bile qatë, po që i bira qatë. Ka shumë se i kena identifikue, edhe në përfshatra, kanë kërkuve pengesa, edhe në qytet të rruga Eset Ibrahipi, se më vinë në komunë për dhe, i kom shenu, i kam po ta shkur të fillujnë atë bëjnë atë. Ta shkur të bile për në shkirë, se më që me pri shpijë të përvojtë, të bëjnë rrugë. Mirë, po ka disa që kërkujnë të tishma pengesin në shqitu të muzeut. Të muzeut, se dhe kërë po vinë kamionat e vlof, po binë sigur prej pragut edhe në qatë shpija, vibrem. Më thonë, do të tashë mi trajtu edhe ato me bo pak ma të butat, mirë, po pak penges nuk bënë. A kishë bo këto veç pak një këshill të qytetorit, jo. Duhet bashkëpunim me Ministritë Brendshme, qytetori është zakon për mendim temin. Shamu që të tili, unë e di që komuna ka hodhe tana, po normal
qytetorit duhet ta pjesë me bom polici, se po rrezikohet jeta e njerëzve. Për çka janë policia? Edhe atëre, ma merr mendja që policia s'po punojnë bërë. Valla që ato i në orë 2-3 fermë në policione, e kam mu bashkë më karverë, thash për që një vërë thash policë, manë ato në parking dhe të shefë më pak, veç. Edhe pe filosofati, te filosofati, thash, veç dhe të rinë që atë pak. Qërë shfar dënime kam i marë. Qatë shpejt si të klejet, qatë shpejt që i grojnë aty, veç më spedojnë për dere. Veç më spedojnë për dere, qatë shpejt që i grojnë. Sholla pëshdojnë, me thimë në natë. Pas ka kime thonë Allar si tash me intervenue me vendus shtyllat betonit me blokue sheshin. Si jetë me kamion shesh o këta. A po ndërtojë shesh me pas qyteti me shesh, po një vani bukë, po një parkinge, po bëhet parku, po bëhet tregu, po bëhet, por neve po bëhen ato. Tash po do me marrë mos ashtetë. A ne, javën që t'vjen, kemi lonë takim me qendrën për trashëgimi kulturore, se topi u me të ata, unë jam i vendosur që këtë shtëpi me marrë me shpërësu edhe me shëndru në muzej të dëshmive, të krimeve, të lufte, sepse ato e në po krime shumë nga është fjallë po shtëpine e Kariman Pasomës, ato, edhe ne kena inicuë në një zyrtare për me fut në mbrojtja atë shtëpine. E ata tash po të regoj përgjigja pare të në konë, pe fusum në mbrojtje, po madhe ajo rrugë në rrezet rretit e kodijune, ato ndërtimet e sane, po nuk kam qka me po, ajo do të me hinë mbrojtje. Por veç edhe një pyetje se që një në që të shaman doktor pak më në mbrojtja e shtëpive. E ke po zidi, krejt ka zonë, krejt kujme ka zonë. Si të jesë trotuarin, një ditë ka me zonë dhe këtë, se vina i biqe një në shpesh. Si të ka pësle shabone, ka shkesh të gjamija të. është kejt kujt me kejt ka zonë, lëmën të në rëzu, krejt ka më rëzu qaj. S'po dhja po me të tërish, shko po me tërish e shpja në qërë. Ja në vështë të tërish. E e për mose, shko po me tërish. Filme, falenderit shumë. Që aty ka shumë që ka. Kem qeve të fundit edhe përfundu. E kema i bolle. Shko me njëherë si tash në drejtorit të thesarit, edhe kështu nëse që e punë nuk guxon me ndorë. Jo me pagu për një mulli që është rënu edhe po rëpurtullim atje. Edhe jo me pagu tatimin për në ajo në vërtet nuk ka kuptim me ju kalkullu si qytetar. Drejtor, tu shfalut, merë numër e telefonit me si trast në rëptet. Se është qështi që ti e zhjith këtë problem edhe Kam qenë të drejtori Bedriu ca herë. Po, drejtorit që e kemi, drejtorin Bedriu. Po, a e din, ka premtu, ka thonë bot vetëm marë ka dalë shpa. Po, që e kemi drejtorit të e falenderit, që është drejtori. Po, Po, unë e po duna me pagu, pa u kry puna. Tatime. Përshëndetje kryetarë, përshëndetje prezantuesve. Ky është një problem, po mundësia e të rrugëve aty në para luftës të Kurditë shtarleta kur bëhen ndërrim kur ndërtimi i ndërtesës po bëhen ndërrim. Prosim kena me rregullu, po çështja që duhet markadori se maskori duhet më mot objekti, më mot metra katrore të lokalit, me definu lokalin, tani me bëhen ndërrimin. Kështu që do në ku se kjo është problemi 50 litër, a 70 litër, dhe nuk mund të zhjetë për 2-3 javë, po të morë përsi për... 3 javë ditë nuk ashtë, që një vjetë unë e jam të gjona të kësajna. Unë që pasimi për... Zoti shpëtimi, të ti... Drejtor, a zhjede që një problem? Po zhjede, na jem për të po zhjede, na po zhjede, po... Kjo nuk lidhe me ta tem, të tem është vetmas, përsia o vetmas. Për të tem, shko deri të drejtori, pronësin e ka morë drejtori Bedria, është ekspert i fushës edhe unë besoj që ka me zhjith këtë problem njëre për gjithë mund. Po shoqë që veç përmbyllëm... Dora, për 2 minutë do me folë. Jo, do e shumë jende. Një fjordre, që të herë po vetë, që to. I përshëndet zjedhe, jem bahri kastrofit me i shotit shkapa, e komuna Peshti. Ju ma lakmi që po ma i të mbjeri të bashkë mirë atë ju. Se të nanë Peshtin që të e pare nuk pranëm të këtë.
E kemi një tokë që atje të pajevetit të në Babi Mos. Po. E kemi fillu një rrugë me shtru atje, edhe... Mos është ajo ka i servisi ato? Po, ka servisi. Që është drejtori urbanizëm po më duket? Po. Kanë fillu një rrugë me shtruhe, e kanë deviju të ashtë rrugën, po ta që vesh me ditë është atin, që kanë me qatë rrugë edhe që po buhet në që të tonë. Ne kam do të muj me të donë që më kanë. Se u deviju, ato që shkon në gati të ura, ta i kthehet të poshtë ka servisi. Te pa e vetë të sëmë të të poshtë. A dhe në gjatë e këtë? Dhe në shumë. Të vijimi, po të i këtë me filluaj, që pikat, këtë ponë kujnë pikat, po më shumë rruga. Masa ne e keni morë, kush e ka gjithë himin, që ka buhet, e ka nabit të pishat, të gjallë dhe të pishat, të tash me presin pishat. Unë do këtë që në është arsyri më prej pishat. Po që ka mund sekretarën, me dëmë të shkotër një po. Po mërë po që shërë, po, serio. E dinë në gjatë e kuna të shumë i mos të veç në shfar. Jo, më kërë si se dinë në. Me të gjenë, po, të kërësotore që ka mund. Pa një kërësot, jo? Bë, bahre. Të sen e kush po mërë, kush po që më përnë në zbuj, më hejgore të ja kush kim për pora, këtë dësua për kodën edhe herë. Se talë. Më dojë këmë dëve të një orë dhe rani si shpejt. Jo, nëse më dojë të shë përkojnë. Se më në shohë është të i ndivën, se që kam punë të më në shohë. Që të në të 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 satin në shtu. Tu, ka ka të tru, po në kam ma do dite, e kanë more kanë një krejta, edhe kanë avitë në i të kështë, që kanë duke duke. Se mi prejtë kështë, që që të duke. Se për apë e mojë të shaj, se të kushtë nga prejtë. Ajme kam i ora, ka po shkonë poshtë, po për e ngojë mua, që të të këtojnë njështë. Që të që kanë? Minatë, si këmbuan tjesën të jëtë, të të herë mosë mujtë të apumit. E kanë qënë zerën të pishat. A që të është 18 metra që është metra, 18 metra veti në rrugë. Frone komunës anina nuk e shpredojnë të kanë qitë. Këtu kanë marrë rruga, ku fshadrohën e ka e pikat, që konë shumë mirë, ku marë sa njërë të një rrugë. Jesë ke qita, shkoj me këshyrë në poshtë. Më të në vesh një minë të parë. Ka e pikat e ka tosit për rrugë ka më shtu që ne. Ani që shtu ke tonë fjordë atë, ja e këmë edhe këmë shtru që atë, këmë pregadit atë. Po e kanë hjekë logur. Djeti që kanë hjekë, më së mërë ma të pjesë. Mund se shqe që atë drejgu. Të më tregun zyra atë shumë mirë, më së mërë ma të pjesë. Rrugën që në katosë që e këmë shtruaj. Veç pak, më si ndrojnë a fjordë. Jesë për ndrojnë. Për mura të dhe vërtojë. Këtë thonë, kofsha gjollë këmë marru ka i këmë qitë pikat. Ti kanë hjek pikat, i ke borë, ta vërë të në tuashtë e ke borë. Edhe ma kanë qenë, kanë një shak, i kanë qitë të shukuj që atë delën në orë temë. I këmë thonë që se e lenë rrugën që anë janë, qitë të shkënë së gole edhe të orë temë. Unë dhe jemë që i atë sejmën që i këni qita li. Ka dhe një sekundë. I posë nuk për kanalizim. Për kanalizim në kohë. Për kanalizim, uj shif i orave, i përshyve. Ajo e shire, që e shret uj të i mojnë djallë. Po veç këtë thonë? Një që shka. Këna diskutu. Unë e s'po flasë kur që venë më sërë të lekshënë. Falenderit shumë. Shumë kemi të njerë, puna mori shkollë, të aki ju morë të shërë zotin. Se kur se kom si të akimi. Pa jetin shumë mirë që ka morë dhe kuj ka morë. Ju që e një vanua me avru fjore dhe jo? Dhe i përvjeshë. A me jo praktikën e radhës? Po përvanestën se ti ma panzoni e kose jo dhe si kryetarë. Por me tonë në fashë ke për puna, për në shkolle. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrje, gjithë ju falenderoj.